ma quku. Përshëndetje kanape, unë jam Arbeta, sot kom ju të regu diçka rreth vetës tam, kështu që hajdeni me mu. E do shumë mirë se të gjatëm, edhe të regona fillimisht si të kemi. Mirë se ju gjeta dhe mirë se keni ardhur në lokalin tem. Mirë, faleminderit. Na trego pak Arbeta me çka jetu morë kohës fundit. Kohës fundit jemi të dizajnu një koleksion trodhes, që është super unik. Nuk besoj që kam e pas koleksion të tillë në vendin tonë, por po ashtu jena të marrë edhe me qepjen e fustanave për maturante, për dasma. Kështu me radhë. Kush është Arbeta? Na trego pak ma shumë për veten Arbeta. Të kemi po shumë aktive në për debate, të njohim si dizajnere, po në fakt kush është Arbeta? Kështu na trego pak ma shumë për veten. Arbeta është një vajzë që jeton në Prishtinë. Familjen e kam në Kuvajt, domethënë jetoj në mes dy shteteve njëkohësisht. Merrem me dizajn, kam dyqanin tim. Kështu, ha? Jam dashamire e kafshëve. Prej pasioneve tua do thot janë edhe kafshët, por me qenë se përmende familjen e kene në Kuvajt. Po. Ke jetu atje, ke lind atje, apo si është ke përmbajtja e familjes juaj? Me qenë se përmende Kuvajtin. Është pak e komplikume. Na duhet një debat në 7 orë në me tregu rrjedhat që shka ndodh, po jetoj për shembull 2-3 muaj atje, 2-3 muaj në Kosovë, po kohëve të fundit më ka rënë në Kosovë me ndajt pak më shumë. Okej. Çish është me qenë jeta mes Kuvajtit edhe Kosovës? A ka ndonjë dallim shumë të madh edhe tregom sa arrin mu për shtat ndoshta një farë ndryshimi goxha i madh Kosova dhe Kuvajti? Zakonisht nuk është shumë lehtë, se janë dy vende shumë të kundërta. Kur shkoj në Kuvajt, merr malli për Kosovën. Kur të kthehena në Kosovë, merr malli për Kuvajtin. E kam ashtu një luhatje të humorit, po nuk është vështirë mu përshtat, për shkak që në Kuvajt i kam njerëz që i kam për zemër, po ashtu edhe në Kosovë kam familjen tjetër. Është shumë... Këtë që të shkash e ki ka një shtëpi, a? Po. Okej, trego pak çka vren dallim mas shumë të prej Kosovës edhe Kuvajtit. Qoftë në tradita, qoftë në kulturë, qoftë në gjenerata, cili është ndoshta dallimi më i madh që ka Kosova me Kuvajtin? Kultura është. Në Kuvajti ka një kulturë pak më fanatike, jo njerëz pak më të mbylltë, ose nuk janë shumë open mind. Në Kosovë jemi njerëz pak më open mind edhe mundemi me pas shoqëri ma lehtë, mu shoqëru me të tjerët, ndërsa në Kuvajt jo. Kuvajti është vend fanatik, kështu që është shumë vështirë në fakt mu ambientu me jetesën atje. Po ashtu është edhe klima, atje është tepër nxehtë, këtu është normal, ma freskët. Edhe pse unë jam mësu, nuk e kam shumë problem, po ka dallime të mëdha. Po me Kosovë nuk e di a e kisha ndru në i vend. Me qenë se përmende se në Kuvajt në fakt njerëzit janë më shumë fanatik edhe vrejnë ato ndryshimet mes Kosovës edhe Kuvajtit. Ke qenë pjesë e debateve të ndryshme gjatë gjithë kohës. Me qenë se po e shohim që edhe prej Kuvajtit e ke sjellë një farë stili këtu në Kosovë. Tregom si isha femrat, me qenë se edhe lokalin e ke për femra, me fustana me gjana tilla, si isha stilin e vajzave, mënyrën e jetesës në Kosovë? E kom bo një lloj të miksit me stilit tonë dhe stilit oriental, jo mundu ashtu, se une do me thonë i veshit të dy stilet, njëkohësisht. Edhe jo mundu me sjell sanë që e di që edhe këto mundën mu shit, edhe mundën mu vesh, prej njerëzve që normal e kanë stilin të ngjajshëm me mu. Po vajzat në Kuvajt veshën normal, ma të mbyllta, nuk ekspozohen shumë, ndërsa te na po. Te na nuk është diçka problem ose tragjike që nëse ti vesh një fustan ose një diçka, nuk po them provokative, po diçka pak më të shkurtër që
mu ekspozu. Nuk është shumë të loqët, Jo, nuk nuk e kanë është, shumë problem. as Si shet të rritë në Kosovë momentalisht, Albeta? Ndryshimi gjeneratave, ndryshimi mënyrës jetesës, ndryshim në një farë forme po më duket se po mundohemi me bodhet e kultura, një farë evolucioni, si shet të rritë në Kosovë, si shet femrat në Kosovë? Kohëve të fundit, unë e kom pa femra që po veshën ma bukur, për mbajnë vetën ma shumë, jena bu një shtet që për na marrin lakmi gjithë, se jena të mbajt vetën ma shumë se që dohet, ti se cilën femër e ki me grim, me veshjet bukur, gjë që kjo është shumë pozitive. Po ashtu edhe djemët po mundohen me pas veshjet pak ma kjo ndikon ma shumë në rrjetet sociale që po na kemi influencera dhe që po motivohemi në një farë forme, po marrim në shembull. So investojnë tek ne, investojnë shumë vajzat në dukje, në fustana, në aksesor, ka që paguajnë ndoshta shifra ma të larta. Që stilit e gratë që janë pak mbi pesh, mundohen disa prej dyqaneve në Prishtinë ose në vendin tonë, si vojnë rroba vetëm të thjeshta. Nuk janë shumë stylish, janë shumë bazike. Po ti kur sjell diçka pak ma ndryshe, atëherë ju pëlqen edhe grave shumë stili që na jena ato e sjell, për shembull, ose edhe disa dyqane të tjera që i kompane për Prishtinë, kanë një shije shumë ma unike prej të tjerëve. Kam pa kohëve së fundit shumë aktive në për debate. Si po e gjejmë veten të këtu debatet? Ka përplasjet mendimeve të ndryshme. Arbita, si e gjenë veten në debate? Zakonisht, unë jam ai person që bona viral shumë shpejt, se i ka mendimet tepër të sinqerta, që ndonjëherë do të më mbajt ma shumë për vete, se sa mi thonë në televizion, sepse ka paragjykime të ndryshme, po shpesh herë nuk mundon pa u shpreh edhe pa e thonë ato që e mendoj. Veçanërisht për veshje, so në vetë punë e kam edhe më pëlqen me thonë ato që unë e mendoj për një me, nuk hezitoj as pak. Njëna prej gjonave që ke qenë pak ma që s'mundesh me të liru pa e thonë, prej mendimeve, prej veshtrimeve tua, cila është njëna prej gjonave që gjithmonë kur ka debat për atë temë, ti atë edhe nuk mundesh pa e thonë? Tek feminizmi, unë nuk jam as pak feministe, edhe shpesh bie ndesh me mendimet e femrave, ma shumë i përkroj meshkujt, se femrat po dim pak me të fru tu i përkro femrën, po shpesh arë ju bojnë pa drejtësi djemve. Çka po ju bojnë pa drejtësi djemve? Nuk mundët femra me qenë e barabart me një mashkull, për mendimin tem. Mashkulli është shtylla e shtëpisë, do të me qenë pak ma dominant, ndërsa femra është qenje e butë dhe do të me qenë pak ashtu në... A i lasdrume, në njën e mashkullit. Po, a i lasdrume. Tash mos mundohemi na me qenë vetë burri, vetë femra, se nuk shkon. Do të me ditë obligimet e njëri tjetrit. Çka do të me bo gruja që s'do të me bo burri edhe çka s'do të me bo burri që do të me bo gruja? Nashta e keni një diçka që kështu e keni ndoshta edhe për jetën tonë dhe personale. Unë e kam një që shumë femra që thonë na mujna mi bo dhe punë të burrav. Jo, nuk mënesh mi bo punë të burrav. I ki punë të tua që i hena të ndome zakonisht. Unë nuk moj për shembull fakt me punu në ndërtimtari, po nuk, unë si një femër nuk kom shkan me punu në ndërtimtari. A nëse vjen puna që kushtet janë të tilla që unë nuk kam çare, ajo është krejt diçka tjetër. Po ti mos këqër për shembull me një kategori me mashkullin. Mashkulli unë mendoj që do të me majt familjen, është personi kryesor që e mban familjen. Edhe femra e ka për shembull mi bo fëmijë, mi rrit, mi eduku, po pse jo edhe me punu, ne nuk jam kundër me punu një femër, po jo punë që i bojnë mashkujt. Jo. Po, mendon se ndoshta edhe meshkujt duhet me qenë pak ma krah ideat, qoftë tek familja, tek kuzhina, a duhet me qenë... Ka meshkujt që janë të tillë. Po, nëpër debate i marrin vetëm shembujt negativ. Unë nuk e di pse nuk i marrin edhe shembujt pozitiv, se
ka meshkuj që janë shumë kreativ, gatuin, fshin, buen kraj djati një femrës, për të në debate veç për mu bo viral, shkojnë edhe ofendojnë edhe i rëndojnë të tjerët me fjallë që nuk dohet. Okej, me qenë se përmende ma herët që e keni lidhje shumë të veçantë me kofshët. Këtë pari e kemi dikon edhe ma qokun, a? Felixin. E kërkojmë Felixin, ku e kemi Felixin? Felixin e kom blej para një 5-6 vjetëve. Felixin e ka dosht shumë gjyshi jam, edhe u konë shumë i lëtë me Felixin, edhe unë marrëdhënien tam me gjyshin tam e kum pas kështu shumë pikë të dopt. Pas i ka vdek gjyshi, atëherë Felixin e kam ashtu si kujtem edhe nuk mundo me heq, për shembull prej shtëpis, mu ka bu si pjesë e familjes. Pse emrin Felix? Babia ka vendos. Është Felix the Cat. Është një film vizatimor. Po kjo e ka merituar në Garfield, po kena ka bu në hemër. Të regam, so është i ndjeshëm Felixi për ty, so ndoshta arrin me të kuptu në gjendjen ma matron dhe emocionale, sepse gjitha ata që kanë kopsh tonë se kanë një lidhje shumë të veçantë. Edhe në një farë forme i cilësojnë edhe si shok. Felixi është ma qëk për një me ti për indjeshëm. Edhe në momentin që une jam për shambu pak mërzitshëm ose stresume, vjenëm shtrijet e kuka, mundot me ma japat supportin që une jam këto, po është pika jem e dopt. Do me thonë, nuk mundom me mendu në herë që une me heq Felixin. Unë i kam edhe 2 macet e tjera në shpe, po që she kam lidhje në Felixin, nuk mundë me pas... Po. So kërkan kujdes Felixi? Shumë. Kujdesi është maksimal. Se gjdo dhe do të me kri, mja pastru putra, syt, si një bebe. Kështu që kush do që merë kafshë në shpe, do të me ditë që obligimet janë tepër të mdoja. Po shpresoj që edhe i dashur jam në të ardhmen ka mu më pranu, mu edhe 3 macet e mi. Kime morë të dashurin nëse nuk ti pranën 3 kafshët e tua? A ki kështu si kusht që unë e vi me 3 macet e mija? Se ke mendu këtë sanë. Se ke mendu, a? Po varet si të rjetash. Se me thonë nuk e marë, shkoj buna viral, me thonë e marë, apet kupilen moces. Që që mbetet e shijet, a? Okej. Felixin e ke gjatë gjithë kohës me vete? Në shumicën e rasteve po, se është ma qak ti për i urt edhe ku e rjo e rrinë atë dhe nuk bën ai problem. Pas në shpe nuk bën probleme kur. Unë zakonisht edhe kur kam musafir ose shoqë ose familjar, ai vetëm ullet edhe pret derisa të shkojnë, e ka fotelën e vet, që nuk bën kërkosh mu ullë në fotelën e Felixit, edhe si mos me pasë ma qëkë në shpe. Derisa u rrit, derisa i ka bu 5 vjet, Felixi kur s'ka flet me mu, edhe gjithë isha, pse bres po flen me mu, se unë ati për kam qef, ashtu më më flet të kryt, po tash po, prej që u rrit, nështë ja ka njëse dhe mu plak, e tash flen të koka jam edhe, qef, si bib. Najse u bu si qanë. Okej, e do që një mesazh për gjitha vajzat, për gjithë njerëzit që dojnë kafshët, për fund kështu. Nuk do me thonë mi dasht me pa tjetër, po të pak të kenë edhe mshuri edhe mos t'i lëndojnë, mos t'i keq përdoren, t'i ushqenë, qatë sa kanë mundësi. Po për vajzat, a ki diçka një mesazh kështu me që gjatë gjithë kohës po je shumë zëj fuqishëm, gjatë gjithë kohës po je në pjesë e debateve, një mesazh edhe për vajzat. Dune vetën, që shka thonë Genusha, në rrjetet sociale qika dune vetën, kështu që po thome edhe unë, veç dune vetën, respektone vetën, kjo është me rëndësi.